Imagjinoni për një moment hartën e Ballkanit në vitin 1947. Në veri të Shqipërisë ndodhej një shtet i madh federativ, Jugoslavia e Josip Broz Titos. Serbia, Kroacia, Slovenia, Bosnia dhe Hercegovina, Maqedonia, Mali i Zi, 6 republika. Por në atë kohë prapa dyerve të mbyllura të kancelarive komuniste po zhvillohej një proces që mund të ndryshonte përgjithmonë historinë shqiptare. Sepse ekzistonte edhe një kandidat tjetër, Shqipëria. Më 7 shtator 1947, ambasadori amerikan në Beograd, Cavendish Cannon, i dërgonte Washingtonit një raport sekret mbi fuqinë e Jugosllavisë. Kur analizonte rëndësinë strategjike të shtetit të Titos, ai shkonte aq larg sa Shqipërinë e konsideronte për qëllime praktike si Republikën e 7 përbërëse të Jugosllavisë. Por Shqipëria ishte ende shtet më vete, kishte qeverinë e saj, kufitë e saj, flamurin e saj. Atëherë, çfarë kishte parë diplomati amerikan që e shtyente të shkruante diçka aq të fortë? Dhe pyetja edhe më e madhe është, sa afër ishte Shqipëria që do bëhej vërtet pjesë e Jugosllavisë? Nëse ju pëlqejnë historitë e dokumentuara që zbulojnë kapituj pak të njohur të së kaluarës shqiptare, abonohuni në kanalin Histori Epike dhe mos harroni ta pëlqeni videon. Historia nis me njëherë pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Shqipëria dilte nga lufta e varfër, e shkatëruar dhe me institucione të dobta. Në pushtet tashmë ishte Partia Komuniste e drejtuar nga Enver Hoxha. Por komunistët shqiptar nuk ishin ardhur deri aty të izoluar. Gjatë luftës, marrëdhëniet e tyre me Partinë Komuniste të Jugosllavisë kishin qenë jashtëzakonisht të afërta. Pas vitit 1944, këshilltar jugoslav ndihmuan në organizimin e strukturave partijake shqiptare dhe u përfshin edhe në planifikimin ekonomik. Historiani Eldidor Mhilli thekson se për udhëheqjen e re dhe papërvojë shqiptare, mbështetja e Beogradit dukej pothuajse e domosdoshme. Dhe shumë shpejt kjo marrëdhënie do të kalonte nga bashkëpunimi politik në diçka shumë të thellë. Më 1 korrik 1946 u arrit një marrëveshje shqiptaro-jugoslave për bashkëpunim ekonomik. Vetëm 8 ditë më vonë, më 9 korrik, Shqipëria dhe Jugoslavia nënshkruan traktatin e miqësisë dhe ndihmës së ndërsjellë, por dokumenti më interesant do të vinte më 27 nëntor 1946. Ai parashikonte koordinimin e planeve ekonomike, unifikimin e monedhave dhe krijimin e një bashkimi doganor mes dy vendeve. Këto marrëveshje figurojnë edhe në dokumentacionin diplomatik amerikan të kohës. Këtë pjesë dëgjojeni mirë. Jo thjesht tregti, jo vetëm ndihma, plane ekonomike të koordinuara, monedha që synoheshin të unifikoheshin, bashkim doganor. Kufiri ekonomik mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë po bëhej gjithnjë e më i hollë, dhe kjo ishte vetëm një pjesë. U krijuan kompani të përbashkëta shqiptaro-jugoslave në sektor strategjik: banka, tregtitë e jashtme, hekurudha, transport detar, energji elektrike, miniera dhe naftë. Një raport i ambasadës amerikane në Beograd në gusht e vitit 47 shkruante se subvencioni jugoslav për Shqipërinë arrinte në një shumë rreth 10% më të madhe se të gjitha të ardhurat e vet shtetit shqiptar. Jugoslavia po financonte gjithashtu projekte industriale në Shqipëri. Burimet e përmbledhura nga studimi historik i librarisë së Kongresit Amerikan përmendin rafineri sheqeri në Korçë, fabrik për punimi ushqimor në Elbasan, fabrik kërpi në Rogozhin, konservim peshku në Vlorë si dhe investime në Tiranë. Beogradi nuk po ndërtonte thjesht marrëdhënie me Shqipërinë, po hynte thellë brenda ekonomisë shqiptare, madje ndikimi nuk kufizohej vetëm tek ekonomia. Këshilltar jugoslav ndodheshin në administratën shtetërore dhe në strukturat ushtarake shqiptare. Serbo-kroatishtja u fut si lëndë e detyrueshme në shkollat e mesme shqiptare.
Dhe pikërisht këtu fillon të kuptohet raporti amerikan i vitit 1947. Në letër, Shqipëria ishte shtet i pavarur. Në praktik, shumë prej strukturave jetike të saj po lidheshin gjithnjë e më fort me Jugosllavinë. Por kishte edhe një çështje që e bënte këtë histori shumë më të ndërlikuar: Kosova. Enver Hoxha dhe Tito diskutuan edhe për të ardhmën e Kosovës. Mohilli thekson se Hoxha kishte pranuar ta shtynte zgjidhjen e çështjes së Kosovës me idenë se ajo do të trajtohej në një rregullim të ardhshëm politik pas luftës. Në të njëjtën kohë, udhëheqja shqiptare e kuptonte se marrëdhënia me Beogradin ishte thellësisht e pabarabartë. Kjo krijonte një paradoks të jashtëzakonshëm. Një federatë me Jugosllavinë mund të paraqitej nga komunistët si mënyrë për të t'i kaluar kufit ekzistues mes shqiptarëve. Por kush do ta kontrollonte federatën? Tirana apo Beogradi? Përgjigjja duke gjithnjë e më e qartë: Tito kishte epërsinë. Historiani Mohilli e formulon pikërisht kështu kur analizon marrëdhëniet e atyre viteve. Rruga drejt integrimit ekonomik dhe politik ishte hapur dhe Tito kishte pozicionin dominues. Brenda udhëheqjes shqiptare ndërkohë po krijoheshin përçarje. Një nga figurat që kundërshtoi mënyrën se si po zhvillohej integrimi ekonomik ishte Nako Spiru, drejtuesi i planifikimit ekonomik. Burimet historike tregojnë se shqiptarët nisën të ankoheshin se ekonomia e tyre po orientohej drejt furnizimit të Jugosllavisë me lënë të para, ndërsa Tirana kërkonte investime më të mëdha për industrializimin e vet. Në anën tjetër qëndronte Koçi Xoxe, ministri i brendshëm, një prej njerëzve më të fuqishëm të Shqipërisë komuniste dhe figura më e lidhur me Beogradin. Dhe ndërsa tensionet brenda udhëheqjes shqiptare shtoheshin, në Ballkan po diskutohej një ide shumë më e madhe: Federata Ballkanike. Tito dhe udhëheqësi bullgar Gjorgji Dimitrov po diskutonin forma federimi mes shteteve komuniste të rajonit. Shqipëria ishte pjesë e ekuacionit. Historiani Sergej Radchenko vëren se në vitet 46-47 Tito u tërhoq nga disa variante të konfederatës me Bullgarinë dhe e shtyu më fort idenë e përfshirjes së Shqipërisë. Në fillim të vitit 48, situata bëhet edhe më serioze. Nuk bëj fjalë më vetëm për ekonomi, tashmë hynte në lojë ushtria. Në sfond ishte lufta civile greke dhe frika e një konflikti në kufirin jugor të Shqipërisë. Tito kërkonte mundësinë e vendosjes së forcave jugoslave në Shqipëri pranë Korçës. Studimet mbi përplasjen Tito-Stalin tregojnë se Stalini kundërshtoi futjen e një divizioni jugoslav në Shqipëri, ndërsa Beogradi po e shtynte Tiranën ta kërkonte atë. Ky është një moment kritik, sepse bashkimi ekonomik po shoqërohej tani me diskutime për integrimin ushtrak. Nëse ekonomia, doganat, monedha dhe forcat e armatosura do të integroheshin, çfarë do të mbetej realisht nga sovraniteti shqiptar? Por pikërisht kur dukej se Shqipëria po afrohej më shumë se kurrë me orbitën jugoslave, ndodhi diçka që askush në Tiranë nuk mund ta kontrollonte. Tito u përplas me Stalinin. Përplasja mes Beogradit dhe Moskës shpërtheu hapur në vitin 48 dhe me 28 qershor Jugoslavia u përjashtua nga Kominformi. Papritur, Shqipëria duhej të zgjidhte Titon apo Stalinin. Enver Hoxha nuk hezitoi gjatë. Ai zgjodhi Moskën. Elidor Mohilli e interpreton këtë moment si mundësinë që Hoxha përdori për të shpëtuar nga tutela jugoslave, duke shpallur besnikëri ndaj Stalinit dhe duke u shkëputur nga Beogradi. Brenda pak kohe, marrëdhënia që ishte ndërtuar për vite filloi të shembej. Këshilltarët jugoslav u larguan, marrëveshjet ekonomike u prishën. Koçi Xoxe, njeriu që kishte simbolizuar krahun pro-jugoslav në Tiranë, humbi pushtetin dhe më vonë u dënua dhe u ekzekutua. Shqipëria nuk u bë Republikë Jugoslave, por kjo nuk do të thoshte se u bë e pavarur nga loja e fuqive komuniste, thjesht ndryshoi qendrën e gravitetit.
nga Beogradi drejt Moskës. Literatura moderne mbi luftën e ftohtë e trajton pikërisht vitin 48 si kalimin e Shqipërisë nga orbita jugoslave drejt asaj sovjetike. Madje një studim i ri akademik i botuar në vitin 2026 i kushton një kapitull të tërë procesit me titull domethënës Jugoslavizimi i Shqipërisë 1945-1948. Dhe këtu duhet të bëhet dallimi më i rëndësishëm i gjithë kësaj historie. Shqipëria nuk u bë juridikisht Republika e Shtatë e Jugosllavisë. Nuk ekziston një akt përfundimtar që pranoi Shqipërinë federat dhe që mbeti vetëm pa u zbatuar, por gjithashtu nuk është një mit i shpikur më vonë. Në vitet 46 dhe 48 ekzistoi një proces real dhe jashtëzakonisht i avancuar integrimi ekonomik, politik dhe ushtarak. Aq i avancuar sa një diplomat amerikan në Beograd e konsideronte Shqipërinë praktikisht si Republikën e Shtatë të Federatës. Dhe historia mori një drejtim tjetër jo sepse Tirana dhe Beogradi arritën një marrëveshje të qetë për të ruajtur sovranitetin shqiptar, por sepse dy njerëzit më të fuqishëm të kampit komunist u kthyen kundër njëri tjetrit, Tito dhe Stalini. Nëse përplasja e tyre nuk do të kishte ndodhur në vitin 48, nuk mund të di me siguri se cili do të kishte qenë fundi i procesit. Por dokumentet tregojnë se Shqipëria kishte shkuar shumë më afër integrimit me Jugosllavinë se sa kujtohet sot. Dhe kjo e lë hapur një nga pyetjet më intriguese të historisë moderne shqiptare. Çfarë do të kishte ndodhur me Shqipërinë, Kosovën dhe vetë Jugosllavinë nëse procesi do të vazhdonte? A do të ekzistonte sot Shqipëria me kufit dhe formën politike që njohim? Apo historia e shqiptarëve në shekullin 20 do të ishte shkruar krejt ndryshe? Shkruani në komente, sipas jush, a ishte Shqipëria realisht në rrezik të humbte sovranitetin e saj dhe të bëhej pjesë e Jugosllavisë? Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarrët tanë.